Jam intervistu dhe unë kam dhënë intervistën time para policisë Kosovës. Qa ke thonë gjatë intervistimit? Po besoj që këta merren vesh me vonë. Cili mendoni që ka me qenë epilogu ose përfundimi i krejt kësaj? Shka ndryshe domethënë. Jo. Përpos domethënë që unë duhet më liru pej kësaj që ka shpif Hysni Halli. Që shë komentoni praninë e njësive speciale në mesnatë në Skënderaj? Kjo është tepër e rëndë për qytetarët e këtij vendi, sepse nuk e meritojnë qytetarët e komunës tonë, nuk besoj që e meritojnë edhe komuna tjera, që njësitë speciale me armë gjata vinë dhe ta provokojnë qytetarën e këtij vendi, që i ka dhënë shumë Kosovës. Unë nuk bëdam që unë besoj që nuk duhet më shku kërkon ata, pa arsye dhe pa nevojë. Ata janë policë Kosovës, që ne i respektojmë shumë, ata janë vëzrit, janë babalar dhe kuj. Urdhër politik? Po, unë menoj që kjo që ka ndodhur, kjo është domthon politik. Albin Kurti don që përmes aksioneve të tilla domthon që viktimizohet dhe Mustafa, zuri me Në kushte normale, unë nuk o dashtë mu intervistu fare. Unë e thashe edhe ma herët që kjo është politikë dhe Albin Kurti dënë që përmes formave që ai ka zgjidhur, që viktimizohet dhe ta përdor pushtetin për arsyet që ai din mas mirë. Mendoni që po e ndërlidh këtë moment me fushatën politike për zgjedhjet që kemi? Absolut po. Nuk e di ndryshe. Unë ju falenderoj gjithë. Zotin Mustafa, çka nëse Hajde vazhdoj. Se kena me mi qëtë ma pora dhëtë me shuaj vendin se une. Dhëtë me shuaj vendin. Albin Kurti se sa. Shumë e rekomase Taken me on